Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Është dënuar me 15 vjet burgim Zhijovin Nesić për dhunim gjatë luftës në Kosovë. Aktgjykimi u shpall nga gjykatësia Violeta Namani Hajra, e cila deklaroi se Nesić është fajtor së bashku me pjesëtar të panjohur të forcave serbe, ka kryer pra veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile. Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës mirëpret vendimi për dënimin e tij me 15 vjet burgim. Sipas kësaj qendre, ky vendim përfaqëson rastin e dytë në historinë e pas luftës në Kosovë, në të cilën një individ dënohet për krime të dhunës seksuale të kryera gjatë luftës, një hap domethënës drejt drejtësisë dhe njohjes së vuajtjeve të mbijetuarve. Ndjekim në vazhdim deklaratat pas vendimit të sotëm. Kjo është një ofrim i drejtësisë për të gjitha viktimat të dhunës seksuale dhe të cilat e kanë të vetmen shpresë gjithsesi e realizimit të drejtë vetën. Prokuria speciale, siç e dini, gjitha gjykimet të cilat u mbajnë kjo seancë ka qenë me dyert të mbyllura për shkak të ndihmërisë së rastit, duke ruajtur kredibilitetin e viktimave. Dhe për çdo person që ka njohuri, ju bëjmë thirrje ne si prokurori, si dëshmitar apo si viktimë e krimeve të luftës, të paraqiten qoftë në polici, qoftë në prokurori, në mënyrë që edhe ne të mund të vazhdojmë me ngritjen e këtyre aktakuzave. Sigurisht që është një vendim i mirëpritur edhe nga njësi organizat, po veçanërisht nga mbijetuara e dhunës seksuale, me cilën tani vetë sa e ja komunikova lajmin edhe ka prit mjaft me emocione, e cila është për momentin bashkë me ekipën psikosociale të organizatës tonë, të cilën dhe që kemi mbështet prej fillimit. Ky vendim i gjykatës sot sigurisht është një satisfaksion për viktimën, që të paktën ju shqiptu një dënim prej 15 vitesh të akuzuarit Zhijovin Nesić, ku presim domethënë edhe për raste tjera të ketë drejtësi, sepse na e patëm para një jave një aktgjykim lirues dhe ka qenë shumë demotivues për të mbijetuarit e dhunës seksuale. Sot po festohet 82 vjetori i lindjes së Ukshin Hotit. Me këtë rast, Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur do zhvilloj aktivitete përkujtimore, kulturore dhe akademike, si shprehje e ndërgjegjes shoqërore e nderimit të pashuar dhe apelit të vazhdueshëm për zbardhjen e fatit dhe vendodhjes së tij. Më 16 maj të vitit 99, pas lirimit dhe daljes nga qelia e Burgut të Dubravës, ai u zhduk nga policia serbe pa lënë gjurmë. Shokët e Burgut, ata që kanë shpëtuar nga masakra e Dubravës, disa ditë më vonë kanë treguar se Ukshin ishte liruar nga Burgu më 16 maj, ditë e diel që nuk praktikohej lirimi i të burgosurve. Prej asaj kohe deri më tani, veprimtari i madh i çështjes kombëtare shqiptare, magjistri, filozofi, shkrimtari, publicisti e adhetari i përkushtuar Ukshin Hoti konsiderohet ende i zhdukur. Ndërkohë, kryeministri në detyrë Albin Kurti nga vizita te shtëpia muzeu Ukshin Hotit në Krushë të Madhe ka deklaruar se kërkojnë nga Bashkësia Ndërkombëtare që të bëjnë trysnim mbi Beogradin që t'i hap arkivat e gjenocidit të forcave serbe në Kosovë dhe të ndriçohet fati i Ukshin Hotit, por edhe rreth 1600 personave të tjerë të zhdukur nga lufta e fundit. Ukshin Hoti është një figurë dhe mendje e papërsëritshme. Aq që thellë për nga mençuria dhe aq që gjerë për nga dia dhe aq që lartë për nga idet, saqë ne kemi obligim t'ja kujtojmë e përkujtojmë vetes tonë tekstet e tij, në mënyrë që të ngritemi në nivel të detyrës kombëtare historike për të ecur përpara për Republikën e Kosovës dhe kombin shqiptar në përgjithësi. Kërkojmë drejtësi për Ukshin Hotin, por mbi të gjitha e para së gjithash kërkojmë që faktorët ndërkombëtar të bëjnë trysni mbi Beogradin zyrtar, që të hapen atje arkivat e gjenocidit të forcave serbe në Kosovë dhe në këtë mënyrë edhe për profesor Ukshin Hotin, edhe për rreth 1600 të tjerë të ndriçohet fati dhe të vihet
në vend drejtësia. Ka dështuar sërish konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Deputetët nuk kanë arritur të votojnë komisionin për votim të fshehtë. Nga 100 deputetë të pranishëm në sallë, 51 vota ishin për, 1 kundër dhe asnjë abstenim. Vazhdimi i seancës së radhës mbahet më 19 qershor. Ndërkohë, partitë politike vazhdojnë të hedhin akuza ndaj njëra tjetrës për bllokadë në Kuvend. Lëvizja vetëvendosje që nga seanca e 15 prillit ka shpreh vullnetin, kontributin, gatishmërinë për konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Qëndrimi jonë është i qartë, duhet konstituohet Kuvendi sa më parë dhe pastaj t'i hapet rruga qeverisë re. Kosova vazhdon të mbetet e bllokuar nga brenda me institucione të pak konsoliduara dhe e izoluar nga jashtë. Kjo që po ndodh edhe sot, me mos konstituimin e Kuvendit, me mos funksionalizimin edhe të qeverisë me legjitimitet të nënshkurtit dhe organeve të shtetit është shumë e madhe e cila nuk arsyetohet. Ka përshtypjen që as atëherë as tash nuk janë duke kuptuar drejt mesazhet dhe zhvillimet që po ndodhin rreth nesh në botë. Besoni që ne po ndihemi veç po ndihemi shumë keq, por ka njerë ka ndo komplikime të cilat nuk janë vetëm njash. Presidentja Vjosa Osmani është pritur sot në Budapest me ndërime ushtarake nga presidenti i Hungarisë Tamas Ylok. Presidentja ka shkruar se kjo është një vizitë e rëndësishme për avancimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Hungarisë në dobi të qytetarëve dhe në funksion të bashkëpunimit të ndërsjellë. Gjatë kësaj vizite, Osmani do të mbajë edhe një ligjërat me studentë dhe profesor të Universitetit e Otovos Lorand me temën Kosova dhe e ardhmja e saj evropiane, bashkëpunimi rajonal, angazhimi global dhe rruga përpara, ku do të shpalos prioritetet strategjike të politikës së jashtme të Kosovës, përfshirë integrimin euroatlantik. Osmani do të zhvillojë takime edhe me odat ekonomike atje. Gjykata Supreme ka aprovuar kërkesë padin e Institutit të Kosovës për drejtësinë ndaj Komisionit të Pavarur të Medjeve, duke e shpallur të paligjshëm dhe duke shfuqizuar ndryshimin e rregullorës së punës së KPM-s. Dosja e lëndës së bashku me shkresat e saj i dërgohet gjykatës së shkallës së parë për vendosje lidhur me vlerësimin e litshmërisë së vendimit për zgjedhjen e kryetarit të KPM-s të datës 17 janar 2025 të kontestuar me padi, thuhet në njoftimin e Supremës. Edicione vazhdojmë me një lajm nga bota, derisa sulmet mes Iranit dhe Izraelit kanë vazhduar edhe gjatë natës së mbrëmshme. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se po shqyrtohet një armëpushim më i mirë mes dy vendeve. Presidenti amerikan Donald Trump thot se dëshiron një fund të vërtet të problemit bërthamor me Iranin, duke lënë të kuptohet se mund të dërgonte zyrtar të lartë amerikan për të takuar me Republikën Islamike, ndërsa lufta ajrore Izrael-Iran ka vazhduar për të 5 ditë radhazi. Trump i bëri këto komente në aeroplanin e tij në mesnatë, gjatë kthimit nga Kanadaja, ku mori pjesë në samitin e grupit të 7 kombeve të hënën, sipas komenteve të postuara nga një gazetar i CBS News në platformën e rrjeteve sociale X. Ai parashikoi se Izraeli nuk do t'i lehtësonte sulmet e tij ndaj Iranit. Irani dhe Izraeli kanë vazhduar të shkëmbejnë zjarr ku mediat iraniane raportojnë shpërthime dhe zjarr nga mbrojtja ajrore në Teheran gjatë natës, kurse Irani nisi 2 valë raketash në përgjigje të sulmeve izraelite, duke aktivizuar alarme për sulme ajrore në Izraelin qendror dhe verior në orët e para të mëngjesit. Sulmet ishin më pak intenzive se netët e mëparshme dhe nuk pati raportime për ndikime të drejtpërdrejta ose viktima. Ndërkohë, Trump ka folur edhe për mundësinë e dërgimit të dërguarit amerikan në lindjen e mesme Steve Witkoff ose zëvendës presidentit J.D. Vance për të takuar me iranianët, ndërsa spekulohet se Trump po kërkon një dorëzim të plot nga Irani sipas një raporti nga Politico. Washingtoni ka thënë se Trump ende synon një marrëveshje bërthamore me Iranin edhe pse konfrontimi ushtarak po zhvillohet.
Udhëheqësit botror që u takuan në samitin e G7-s bën thirrje për një ndalje të konfliktit më të keq ndonjëherë mes armiqve rajonal, duke thënë se Irani është një burim pa qëndrueshmërie dhe nuk duhet të ketë kurrë armë bërthamore, ndërsa pohuan të drejtën e Izraelit për tu vetë mbrojtur. Forcat izraelite kanë vrarë më shumë se 50 palestinez dhe kanë plagosur shumë të tjerë pasi kanë hapur zjarr afër një vendit të shpërndarjes së ndihmave në Gazën Jugore, kanë thënë dëshmitarët dhe ekipet e shpëtimit. Agjencia e mbrojtjes civile e drejtuar nga Hamasi tha se trupat izraelite qëlluan mbi turmat pranë vendit të ndihmës në Khan Yunis. Më shumë se 200 persona thuhet se u plagosën. Ushtria izraelite ka thënë për BBC se po shqyrton raportet. Ky është rasti i fundit dhe potencialisht më vdekjeprurës nga të shtënat pothuajse të përditshme që kanë ndodhur kohëve të fundit pranë vendeve të shpërndarjes së ndihmave në Gaza. Dëshmitarët thonë se forcat izraelite hapën zjarr dhe bombarduan një zonë pranë një kryqëzimi në lindje Khan Yunis, ku mijëra palestinezë ishin mbledhur me shpresën për të marrë miell nga një vend i programit botror të ushqimit. Turma ishte mbledhur pranë një rrugë kyçe që çon në qytetin Bani Suheila, një zonë që ka parë javë të tëra operacionesh ushtarake izraelite. Spitali Nasser, objekti kryesor mjekësor funksional në zonë, është ngarkuar nga numri i viktimave. Në një deklaratë, forcat izraelite kanë thënë se një grumbull u identifikuan ngjitur me një kamion shpërndarje ndihmash që ngeci në zonën e Khan Yunis dhe në afërsi të trupave të Izraelit që vepronin në zonë, duke shtuar se ishin në dijeni të raporteve në lidhje me një numër individësh të plagosur nga zjarri i Izraelit dhe se incidenti ishte duke u shqyrtuar. Shefi të drejtave të njerëzit në OKB Volker Turk tha se Izraeli po e përdor ushqimin si armë dhe bëri thirrje për një hetim mbi të shtënat pranë vendeve të shpërndarjes së ndihmave. Duke i drejtuar Këshillit të drejtave të njerëzit në OKB, Turk tha se mjetët dhe metodat e luftës së Izraelit po shkaktojnë vuajtje të tmerrshme dhe të paarsyeshme palestinezëve në Gaza. Dhe për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, mirëmbëjtje.